E njëjta gjë ndodh me stomakun, që është organi më i madh në trupin ton, dhe është organi i cili është i pari që sëmuret. Dhe këtu ne humbim kontrollin. Pra, shpesh herë ne, duke pasur këtë çrregullim të madh metabolik, ne mendojmë se diçka po ndodh. Sëmundja e stomakut shfaqet me njëherë gastriti. Çfarë është gastriti që ta kuptojmë thjesht? Gryerja e mureve të stomakut. Po ta shikosh në një gastro, shikon ti sikur ka gërvishtur një mace via të kuqe. Pra, rritet aciditeti në stomak dhe në këtë mënyrë gjendja e stomakut bëhet acaruese. Sëmundja ose të gjithë ky çrregullim metabolik nuk është një lloj sikur ne jemi të smur nga stomaku, ose të smur nga mushkrit, ose të smur nga zemra. Pra është një çrregullim metabolik i cili me stabilizimin e ankthit stabilizohet totalisht.